Egli Tako është njëra nga banoret e cila ka të rrëzuar ujërat në shtëpinë e famshme, e cila me karakterin e saj kanë gjallë reagime të shumta në rrjet. Kohët e fundit kanë qarkulluar shantazhe nga më të ulta për këngëtaren, gjë që ka bërë që motra e saj, duke u lutur të mos prekë dhe moral, t'i drejtohet organeve kompetente. Uroj të jeni mirë, se nëse më pyesni mua dhe familjen time me çfarë po shohim dhe dëgjojmë nuk është se jemi dhe aq mirë. Të dal nga loja sepse kishte ditë që ishte keq nga temperatura, nga stresi dhe nga gripi të thonë që doli për abort. Vetëm tek populli ynë shqiptar do dëgjojnë këto thashë theme ngojsh të liga. Jo, nuk ka dalë për abort dhe boll nxorrët lajme dhe bët emisione kaq ordinere sepse nuk po dilni më ç'të bëni dhe të shpifni. Ndenjë me familjen dhe miqtë e saj që ishin në merak për të. Tani dhe miqtë po i bëni të dashur, por edhe me këto jemi mësuar se në edicionet e kaluara i keni vënë dhe numër jo 10, po 20. Përsëri priten këto nga populli ynë pa halle, por që i shpik të tjerëve halle. Të hapen kamerat. Patjetër, do më shihni mua me Adorin në makinë dhe Eglin përpara dhe bashkëshorti im që i jep makinës. Pseudoanalist, ju lutem jepini fund. Mos më detyroni të filloj me denoncime për shfifje që më ndaj juaj ndyrë, i pjell dhe më pas gojet tuaja të ndyra i thonë, sepse çdo gjë ka një limit. Ja u kërkoj këtë si vajzë, si motor, si nën, jepini fund shpifjeve dhe jetoni pak për vete, se për Eglin mendojmë ne. Shkruaj ajo në profilin e saj në Instagram. Këto deklarata i ka përforcuar dhe konati i Eglit, Giulio Todhe, duke treguar të vërtetën. Më duket pak qesharake çfarë nuk shikojmë, çfarë nuk dëgjojmë. Kanë dalë shumë veta që flasin, por familjari i Eglit jam unë dhe nuse ime. Eglin e kam shoqëruar që nga dita e parë me njohin të gjithë, nuk e di nga e shohin këto filma, u shpreh ai. Ndër të tjera ai shtoi: "Ti shiko kush i bën, çdo kush do pak vëmendje, shumë e lehtë për të zgjidhur." Po e kam shok djalin në fjalë, nuk ka asgjë të keqe, se këtu në Shqipëri kështu funksionojnë. Ta bëjnë direkt dashnor, deklaroi ai ku duke mjaft i revoltuar. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.